Një kurs në mrekullira 17. Zoti na krijoi me të gjitha virtytet e veta si vetveten në vetvete. E drejtë e jona është me vendos me egon dhe me përjetue frikën, problemet dhe brengat, ose me vendos me Zotin dhe mos me i besua egos, mos me i besuar mendimeve tona. Ego vdes kur nuk i besojmë. Potencialin dhe virtytet që i kemi nga Zoti nuk ndryshojnë kurrë. Ne kemi vendosur me miliona e miliona vjet me egon dhe i kemi bindjet e forta të egos. Për t'u bindur se kush jemi, kërkohet disiplinë. Çdo herë t'i përsërisim leksionet. Ky është dhe funksioni vetëm që kemi këtu nga Zoti. Pra, ta njohim vetveten dhe mos t'i besojmë rrenave të egos. Këtë rrugë nuk mund ta bëjmë pa kërkuar ndihmën e Zotit, pa vendosur, pa zgjedhur me Zotin. Gjithë çka e mallkua me egon, tash duhet ta bekojmë dhe t'ia dorëzojmë Zotit. Ego është aktive, kundërshton leksionet, trillon dhe të bën me harrue dhe mos me pas besim në vetvete, mendon se je i padenjë për këto virtyte. Si ta kuptoj që kam vendosur me Zotin? Atëherë kur jam në paqe, i lumtur. Kundërshtimet janë të egos. Unë i ndi emocionet, e ndi frymarrjen, e ndi trupin dhe dhimbjen, tu i thanë leksionet. Secili e ka botën e vetë, secili i ka problemet e veta të ndryshme nga tjetri, e që të gjitha problemet vijnë nga ego, nga se mendojmë se jemi trup i veçantë, i ndarë nga të tjerët dhe nga Zoti dhe si fajtor. Ne ndijmë mangësi sepse na mungon Zoti. Janë bërë eksperimente të ndryshme ku për të njëjtën ngjarje pjesëmarrësit e kanë transmetuar ngjarjen që të gjithë ndryshe nga njëri tjetri. Pra, secili e ka ëndrrën e vet, kuptimin ndaj jetës ndryshe. Çdo herë komentoj me Zotin dhe bëj pyetje si e sheh ti o Zot këtë problem, ty ta dorëzoj. Çka është e vërteta këtu? Cila është zgjidhja e përbashkët? Duhet ditur se Zotin e kemi më afër se çdo gjë që mund ta paramendojmë. Zoti është vetdia e jonë e lartë, shpirt i pastër, është përmbajtja e jonë, unitet me të gjithë. Të gjitha virtytet e Zotit i kemi në brendësinë tonë, në shpirtin tonë, porse mendimet e tona e që janë program i egos na pengojnë ta njohim dhe ta përjetojmë të vërtetën. Dua korrigjim, pra sa më shpesh të kërkojmë korrigjimin e mendimeve tona nga Zoti, përndryshe, ego çdo herë është aktive dhe manipulon me ne. Unë nuk merakosem për të kaluarën, për gabimet që i kam bërë. Unë po androj, e kaluara nuk ekziston dhe dëgjoj frymarrjen dhe emocionet nëse kam. E kaluara është ngjarje e që ngjarja nuk ekziston. Kur po e përjetoj ngjarjen, vetëm tash, si mendime. Këto mendime shkrihen në këtë moment të shenjtë, tash në dashuri, në Zot, pra mendime në Zotit. Ne jemi këtu për me njoftë vetveten tonë dhe për mos me i besu egos, me ditë se Zoti është mbrojtja dhe siguria jonë,
mos me u frikua më, me beku dhe fal çdo gjë. Jo me i dhanë të drejtë vetit, për me e ditë se po andron. Ku të di çka është mirë apo keq kurse po androj. Unë marr përgjegjësinë për gjithçka përjetoj dhe ja dorëzoj Zotit. Unë falenderoj vëllezrit e mi engjujt, që për ma mundësojnë me u kujtua se kush jemi. Nuk ka njeri, nuk ka formë. Nëse mendoj se unë jam më i mirë se ti, apo dikush tjetër, sepse po i praktikoj leksionet, atëherë jam me egon, ose nëse mendoj unë se dikush është më i mirë se unë, prap jam me egon. Ne jemi të njëjtë, një shpirt në Zot, jemi hyni, të pafajshëm, të palëndueshëm, të pavdekshëm dhe të pandryshueshëm. Secili ndjek skenarin e vet. Detyra jonë është ta pranojmë skenarin tonë dhe çdo problem t'ia dorëzojmë Zotit. Pra të falim dhe ta dim se ata janë çliruesit, shëruesit dhe mësuesit tanë. Secili e kryejm rolin e mësuesit dhe të nxënësit. Ne mësojmë nga njëri tjetri. Nuk ka mirë apo keq, është ëndër dhe vetëm e vetëm të vendosim me Zotin sa më shpesh dhe t'i praktikojmë leksionet e që të bindemi se kush jemi dhe mos me i besua egos. Kur unë secilin e shoh si engjëll dhe i bekoj të gjithë, vërtet më zbutët zemra pavarësisht se çfarë problemi po e përjetoj. Unë parafytyroj apo vizualizoj dritë në hapësirën e gjërë dhe i përsëris ritualet që më ndihmojnë shumë. Herë tham jemi engjuj ose tham jemi një shpirt. Pra, jemi një shpirt, ju bekoj, dua fjalën tënde, ju falenderoj, dua korrigjim, dua rolin tim. Këto leksioni përsërisi shumë shpesh. Pra, dua rolin tim në planin e shenjët të Zotit dhe që është përpjekje për ta kuptuar funksionin e vetëm nga Zoti. Pra, me i praktikua leksionet. Për ta bekuar vetin, i bekoj të gjithë. Nëse bëj përjashtim, atëherë jam me egon, atëherë po e mallkoj pjesën time. Unë jam ti dhe ti e unë, ai apo ajo është unë. Pra nuk mund t'i dalloj. Siç po e shihni, unë po i përsëris shpesh leksionet, por vetëm me përsëritje përforcojmë bindjen se kush jemi. Përsëritja është e domosdoshme në kurs. Vetëm mendimet e mia të ndara më lëndojnë, pra kur i besoj egos, kur besoj se jam trup, kur e kufizoj vetin apo dikë në trup dhe e fajsoj. Si t'i shoh të gjithë të lumtur, kjo pyetje më jep vërtet kënaqësi. Të jeni të sigurt se çka dëshironi për të tjerët e pranoni për veti. Unë gëzohem për lumturinë dhe sukseset e të tjerëve. Xhelozia, lakmia dhe krenaria janë produkti i egos. Këto ja dorëzoj Zotit. Falenderimet i bëj gjithmonë ndaj Zotit, ndaj ligjeve të Zotit, për leksionet, për atë çka janë vëllezërit e mi. Falenderime edhe ndaj trupit që po më shërben për komunikim me Zotin, për integrim me të gjithë, me mësua për dashurinë e vërtet. Trupi po më sinjalizon se çka më gëzon apo çka po më pengon që ta fali.
O Zot, më ndihmo t'i kuptoj leksionet dhe më ndihmo të fali. Kur fajsoj vllaun, ja jap fuqin egos. Mos pritni miratim apo që t'ju kuptoj dikush për leksionet, për rrugën tonë. Jemi në botën e egos. Mos u përpiq me e bind apo me detyru dike në rrugën tonë. Vetëm kur e kupton që dikush ka interesim, vazhdo bisedën. Ju vetë duhet me i gjetë shprehjet që ju ngrohin dhe i përforcojnë leksionet, për shembull, faleminderit o Zot, po, kjo është e vërtet, ose amin. Unë vetë kënaqem kur them shqyr o Zot për të vërtetën që nuk zhduket kurrë, pavarësisht çka po përjetoj. Po ashtu i bëj pyetje Zotit, është e vërtet, ç'është ta kuptoj kët? Sa më shpesh kërkoj korrigjim, udhëheqje nga Zoti, o Zot më drejto. Si një fëmijë kërkoj sqarime nga Zoti dhe bindja e ime përforcohet se kush jemi. Kuptimi dhe qëllimi në këtë botë është me fal dhe bekuar, me pa, me dashuri, me bekim, me mëshirë dhe butësi. Të gjitha bindjet që kemi marrë nga ego, mendimet personale me i qrënjos. Si ta dua këtë pjesë që kundërshton dhimbjen, si ta dua këtë pjesë që kundërshton problemet, si ta dua këtë pjesë që kundërshton sëmurjet, si ta dua këtë pjesë që kundërshton konfliktet. Pra, çdo gjë ta pranojmë me dashuri, ta ndijmë, ta ndëgjojmë frymëmarrjen, ta marrim përgjegjësinë dhe t'ja japim Zotit. Çdo gjykim apo paragjykim e fuqizon ndarjen, e fuqizon egon. Duhet ditur se shkaktar për gjithçka ndodh janë mendimet e mia. Ego është e pangopur dhe gjithmonë ndjen mangësi, sepse na mungon tërësia jonë, ndihemi të ndarë. Çdo gjë është shpirtërore, nga çdo gjë mësoj. Çdo gjë që shoh apo ndëgjoj është në shpirtin tim. Jashtë është projekcion, forma nuk ekziston, por është mendim në shpirtin tim e që në këtë moment të shenjtë, çdo mendim transformohet në dashuri. Çdo gjë është për ta falur, pra e pranoj Zotin, dashurinë, çdo kund, pa formë. Forma është ëndër. Dua të jam në dashuri me të gjithë. Së bashku kujtohemi për virtytet që trashëgojmë nga Zoti, tu e zgjerua sa më shumë, tu e dhanë dritën në çdo skut. Unë jap dashuri sepse jam dashuri. Unë jap gëzim sepse jam gëzim. Unë jap dritë dhe shërim sepse jam dritë e shërim. Unë jap pasuri dhe prosperitet sepse jam pasuri e Zotit, jam mrekullia e Zotit. Së bashku me ty. Ti je vetëm dashuri, ti ishe dashuri. Ti nuk mund të jesh diçka tjetër. Ti je dritë dhe fillota të ndriçon. Zemra ime po ndriçon sot në tërë botën, pra kjo vlen për të gjithë. Falënderime për këtë kujtesë, falënderime për të vërtetën, falënderime o Zot për këtë çka jemi edhe për këtë çka kemi. Falënderime për këtë çka po e ndi edhe po e përjetoj.
Falenderime për këtë çka janë vëllezrit e mi. Për ta ndi më mirë trupin dhe frymëmarrjen, unë po praktikoj edhe yoga. Gjatë ushtrimeve në yoga praktikoj ndonjë lekcion për të mos harruar se po ëndroj. Yoga inspiron shpirtin. Uroj një ditë të bekuar për të gjithë. Ju dua shumë o engjujt e mi. Ne shërohemi së bashku.